si sot media dezinformon, edhe vetëm atëherë kur është në pyetje Islami. Pse e bëjnë mediat e botës të shteteve ku përqindja e muslimanëve është shumë e vogël, ndoshta edhe ta kuptoni, edhe pse është e pakuptim, sidomos në shtete të zhvilluara, që ata i japin rëndësi vërtetësisë të saktës, qoftë ajo lajm, informat, apo zbulim shkencor, apo zhvillim social e kështu me radhë. Baza e zhvillimit të tyre është e saktë, e vërteta. Se s'mundesh në shkencë të mbështetesh një zbulim shkencor mbi fakte të rrënjshme, se nuk është zbulim shkencor. Nuk mundet shoqëria të zhvillohet në bazë të parimeve të rrënjshme, se nuk ka zhvillim ajo. Dhe pra që ata shumë janë të kujdesshëm se në çfarë informata, në çfarë të arritura, në çfarë dituri e mbështesin zbulimin e tyre shkencor, zhvillimin e tyre social, apo informata që i plasojnë. Mirë po, të ndodhë kjo në mesin ku shumica dërmues janë musliman, edhe të plasojnë dezinformata të cilat nuk i hanë pazari, për ata pa do një verifikim, duke thënë kodin gazetaresk, ku baza e kodit është e vërteta, vazhdimisht e vërteta është synimi i tyre, plasojnë informat për shembull se kinse një aeroplan prej Prishtinës të shkuar në Cire, dikush e paska të shqetësue ata që kanë qenë në aeroplan, ka bërtit të këbirë Allahu Akbar edhe ka tentu me e kidnapu aeroplanin. Që del pastaj në fund se a i ka qenë një smun psikikisht dhe as ka pas të këbirë, as ka mujt me depërtu të kabina e pilotit, se për me arrit të kabina e pilotit, gjithë na e dim se ajo është hapën vetëm duke hip pasagjerët dhe pastaj e mbyllët dhe nuk mundet me kërcënu pilotin. E as që lejojnë njerëzit me afru pilotit. Mirë po të gjitha mediat e pastaj kopin njëra tjetrën, edhe për hapin lajmin, si rufe, realisht pasagjerë që kanë qenë në aeroplan këtë e demontojnë dhe thënë që s'ka një gjë të tillë. Edhe kjo normalisht ne bën një search, një hulumtim në internet, fluturimi Prishtinë Ciri këtë e nxjerrin si lajm. Edhe pse është gënjeshtër, rrekulluar, s'ka kur një farë bazë vërtetë. Mi po përhapet si informata dhe mbetet si statistik. Edhe ti kur të hysh pas një jave, pas një muaji, pas një vjeti, me datën 12 maj, e shef se ky lajm ka qenë ai i cili ka dominu botën e medias. A në anën tjetër, sa ndodhi të rëndësishme, me rëndësi jetësore për zhvillimin e një popull dhe një vendit, i ignorojnë mediat, i heshtin ato, nuk raportojnë për to, nuk informojnë për to, edhe nëse ndodhë që në një raportojnë, pa e përzi, pa fut dezinformata, pa fut gënjeshtra, nuk e lënë. Edhe pa mendoni një ardhmërit një popullit i cili ndërtohet mbi dezinformata, i cili ndërtohet mbi gënjeshtra, i cili ndërtohet mbi veprat pa qena, të pandodhura. Edhe pse na gjithë e dim se rrejnë e ka kam të shkurtë dhe kjo është e vërtet. Mirë po e ka efektin momental. Dhe e ndihmon atë që ka qëndrim negativ, të vazhdon të mban në qëndrim negativ. Dhe të bëhet edhe ma i vrasht ose ma i ashpër kundrejt asaj që aje ka kundështu dhe lidje. Dhe normalisht, fetarisht, kjo pun, gjdo dezinformat është kategorikisht e ndaluar. Andaj Allahu Dhu Gjelal në ka mësu neve para 1400 viteve që vetëm të vërtetën dhe të saktën duhet të themi. Pa marë parasysh sa na kushton ajo. Ja hylledhina amanu, idha gjaakum fasikum binebejn fetebejenu, an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma afaltum nadimin. O ju besimtar, kur një i prishur vasil duhet një lajm vërtetoni atë,
para se ta goditin dhe një popull me ignorancë e pastaj të pendohen. Dhe thëtë Allahu dhu gjelal, wa la tekfu ma lejse leke bi ilm, inna sema wal basra wal fuade kullu ulaike kanu anu mesula, dhe mos fol atë që nuk e din, se të shikimi, ndëgjimi dhe të folit edhe zemra, këtë të kanë me dhonë llogari para Allahu dhu gjelal. Dhe kjo goj, edhe kjo dorë, që të ka dhonë Allahu dhu gjelal me folë me shkrujt, nëse përhap gënjeshtra me to, ki me dhonë llogari para Allahut. Dhe se njeriu gënjeshtar është i prishur dhe se ka fundin në xhehenem, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-kadhibu yahdi ila al-fujur wal-fujur yahdi ila an-nar wala yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktabu inda Allahi kadhaba. Gënjeshtra e prish njeriu, e prish e çon në xhehenem, e vazhdon me gënjë, me rrejt njeriu derisa shkon te Allahu gënjeshtar. Edhe fatkeqësisht një pjesë e madhe e këtyre njerëzve janë të këtillë. Vazhdimisht gënjejnë dhe mendojnë se duke gënjyer do të bëhen më interesant, më senzacional dhe do t'u lexohet gazeta ose portali i tyre më shumë. Mirë, parojnë që sot njerëzit nuk janë aq të thjesht edhe sipërfaqësor që mos kuptojnë çka është e vërteta dhe çka është gënjeshtra. Dhe fal Zotit kemi tash edhe media alternative, qofshin rrjetet sociale, qoftin blogjet personale, qofshin do thot kanalet e YouTube-it personal që mund të ofrojnë edhe mendimin alternativ, edhe informatën alternative për të treguar se kjo është gënjeshtër dhe nuk është e vërtetë. Por i mbetet turpi atyre që pa i verifiku lajmet i përhapin. Pse se është lidhje me Islamin dhe muslimanët. Ama deklaratat, sikur se është deklarata e vazhdueshme e Vatikanit, se kur s'kena me pranu pavarësinë e Kosovës, dhe se ai është djep i ortodoksizmit, këtë nuk e bëjnë të madhe, as nuk e përhapin, dhe pësë është i vërtet, as nuk e bëjnë lajm dite, as nuk gëjnë meni për te. Vazhdimisht duke promovue, do të ndihmën dhe përkrahin, që ja kanë bo forcët e natës 99-ën Kosovës. Kjo është një luftë e egër e informatave, ku na du t'jemi të vëmendshëm dhe të gjithë të ofrojmë informatat sakta lidhe me atë që ndodh ku na e shohim dhe e përjetojmë. Që ta ndihmojmë një tjetrin të ndërtojmë opinionin tonë në bazë fakteve dhe të vërtetave, jo në bazë gënjeshtave dhe mashtrimeve që mundohen sot mediat t'i bëjnë vazhdim.